Seveni. Një moment absolutisht i rëndësishëm për atë që po ndodh në Hag, për vendin ton, për ish-kreret e UÇK-s dhe mbi të gjitha edhe për UÇK-n. Gjatë këtyre ditëve dua një përshtypje të parë, një koment të parë për atë që keni dëgjuar, si e shihni, ka po shkon ky proces në këtë moment që po ndodh. Po, faleminderit procesin. Me vëmendje edhe ne kemi përcjell procesin gjyqësor në dhomë të specializuar që është duke zhvilluar ndaj krerëve të UÇK-s, dhe se tani pas kalimit të 5 viteve një proces të stërgjatur, edhe për mua në shkelet e procedurave të për një gjykim në një kohë të arsyeshme dhe shkelet e Konvencionit Evropiane për Drejtat e Njerëzit, tani më veç që ka ardhur fundi i këtij procesi gjyqësor dhe shpejt do ta kemi rezultatin përfundimtar të kësaj çështje që fuqishëm besojmë që do të ketë një akt gjykimi lirues. Natyrisht që për mua fillimisht gjatë të procesit gjyqësor para se ako mund të përcjell ka qenë breng fillimisht që a do të mundet mbrojtja ta sfidon gjykatën përkatësisht prokurorinë me argumente sa i përket çështjes kriminale të ashtu quajtur të organizuar dhe me dëgjimin e dëshmitarëve zotit Rubin Clark Hill e të tjerëve, ajo pjesë objektivisht dhe juridikisht për mua dhe besoj edhe për trupin gjykues që ka rënë poshtë. Kjo ka ndodhur edhe me deklaratën e parë kur është paraqit kër prokuroria e dhomës të specializuar, kur u deklaru se kinse sipas saj pretendimi përfundimtar i saj është që në veprimet e të akuzuar ka veprime individuale dhe këta nuk mund të gjykohen si pjesëtar të ashtu quajtur bande kriminale siç ata pretendojnë, nga se këta tani përgjigjen për veprime individuale të mundshme për cilat prokuroria ka menduar këtë drejtim. Kjo deklaratë e kryeprokurorës në një mënyrë mua pak më ka bërëngos, nga se e ka ndryshuar tezën e aktakuzës dhe tani lëshohet në veprimet kinse individuale të personave të akuzuar ish-krerëve të UÇK-s. Do me besu se gjatë mbrojtjes, kur ka filluar mbrojtja me fjalën përmbyllëse të mbrojtjes, përkatësisht pas organit të akuzës, do me besu që mbrojtja sigurisht se në raste konkrete aty të deklaratës përmbyllëse me shkrim, sigurisht se i ka sfidu edhe këto sekuencat mundshme që prokuroria tha që ka veprime individuale të personave gjatë kohës luftës në terren, jo si udhëhes, por si persona, kështu që aja pjesë e mbrojtjes për publikun ka qenë jo e msheft larg asaj, po sigurisht që për shkak të kohës ka mund të e qetë krejt në publik, nga se mbrojtja tani me sekuencat shkurta e ka paraqit mbrojtjen e vet në pika shkurta në ato që ka vlerësuar më esenciale për publikun dhe për mbrojtjen. Sigurisht e thash që pjesë të caktuara të ashtu quajtur veprimeve individuale inkriminuese siç pretendon Prokuroria e dhomës specializuar do të janë pasqyrë dhe elaborim i mbrojtjes në kundërshtim të atyre tezave që mendon prokuroria. Avokat, na lejo sepse në studio do të kemi hapësirë. Shkojmë vetëm edhe një herë në Hag, kemi çlirimtarin dhe çlirimtar, besoj që po na dëgjon prap. Të lutem diçka rreth deklaratave sot të mbrojtjes Jakub Krasniqi, avokatët që natyrisht janë thënë dhe janë gjithandej në media. Fjala për ty edhe një herë. Po edhe njëherë si që kështë të vazhdua, mirë është e fjala se të pretendimet në argumentet e prokurorisë është tënë që në argumentet e mbrojtjes së Jakub Krasniqit është tënë i kanë cilësuar si pretendime shumë të dobta, pra ka gjithë argumentet e cilat i kanë akuzuar për Jakub Krasniqin, pasi që nuk mund të gjejnë qoftë edhe një lidhje mes klientit të tyre me krimet që janë kryer në Kosovë. Janë përmendur rastet e ndalimit, siç e përmenda më parë, duke thënë që rasti 8 ushtarëve serb të zënë rob në shalë të Bajgurës, në fshatin Bare, si dhe 2 drovarëve serb, 2 gazetarëve serb dhe 2 funksionarëve të LDK-s, të gjitha këtu sipas prokurorisë kanë lidhje me Jakub Krasniqin, mirë po të gjitha këtu janë kundërshtuar nga mbrojtja e Jakub Krasniqit, pasi është përmendur edhe deklarata ambasadorit Krasniqi, mirë po të gjitha këtu janë kundërshtuar nga mbrojtja e Jakub Krasniqit, pasi është përmendur edhe deklarata ambasadorit Hill, ku ka thënë që një moment të caktuar që zoti Krasniqi nuk ishte një person i rëndësishëm me të cilin duhej të komunikojë për lirimin sidomos të pengjeve serb të ushtarëve rob të zënë
ushtarëve serb të zënë rëbë në Bajgord, pra sipas tyre nëse prokuroria ka përshkruar zotin Krasniqi si një person që komunikonte vazhdimisht në telefon dhe kanë cilësuar më pas edhe si një person kryesor, sepse pra atëherë një person kryesor do të duhej që të komunikonte gjatë tërë kohës në telefon ku mund të merrte lirisht vendime vet, por pa e pyetur askën tjetër, ndërsa ka pasur edhe raste kur rasti Blerim Kuqit gjatë dezertimit të tij është përmendur po ashtu nga mbrojtja e Jakub Krasniqit, duke thënë që sipas prokurorisë ishte pikërisht zëdhënësi ushtrisë lirimtare të Kosovës prezent në rastin ku është ndaluar për Blerim Kuqi, mirë po një gjë e tillë por është mohuar nga mbrojtja e Jakub Krasniqit, duke thënë që pse nuk është ftuar qoftë Blerim Kuqi nga ana e prokurorisë për të dëshmuar këtë në Hag, ose edhe Fatmir Limaj, ku ndoshta kanë pasur një hiri më shumë se sa klienti i tyre, po edhe një herë nuk është marrë mundi që të sigurojnë këta dëshmitarë në këtë proces më të madhin gjyqësor në dhomat e specializuara të Kosovës. Dhe ishte pikërisht Blerim Kuqi në një dalje publike ku ka thënë që duhet të kërkohet falje për trajtimin që është bërë Jakub Krasniqi gjatë arrestimit, po me 5 nëntor të 2020 dhe me pas edhe gjatë trajtimit tutje nga dhomat e specializuar të Kosovës, nga zyra prokurorit të specializuar, duke e mbeshur me krime të pretenduar, ku thashë edhe më parë mes 11.000 provave, materiale të cilat pra janë në dosjen e prokurorisë, asë njëra prej tyre nuk e gjenë inkriminues Jakub Krasniqi se ka kryer krime lufte apo krime kundër njerëzimit. Gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë seancës, për ju të cilët pra nuk keni mundur që të shenin detajt apo disponimet e 4 së UÇK-s, mund t'ju them që kanë pasur një disponim mjaft të mirë, kanë përshëndetur gjatë gjithë kohës neve publikën, po sidomos familjarët, të cilën kanë qenë një numër i madh i tyre për të shikuar nga afër për ditën e parafundit, pas edhe të mërkurën do ta kenë rastin 4 së UÇK-s që të deklarohet rreth 20 minuta ka secili që të thonë fjalët e tyre përfundimtare për këtë gjykim i cili po merr fund pas një procesi mjaft të gjatë maratonik. Ndërsa kanë pasur një përshëndetje edhe për Hysni Gocatin, i cili është rikthyer sërish në gjykatën speciale tani si shikues, si publik, pra për të përkrahur, për të mbështetur bashkëvuajtësin, nëse mund ta quaj ashtu, të dikurshëm, pasi që vetë zoti Gocati ishte i ndaluar për në këtë gjykatë për shkak të pengimit të drejtësisë me ato akuzat, ndërsa ka pasur, pra thash edhe më parë, përshëndetje të përzemërta, kanë pasur përshëndetje nga gjithë, disponim të mirë të buzëqeshur gjatë gjithë kohës, pra dhe nuk kanë qenë ashtu të themi nervoz, një lloj serioziteti është vërejtur tani në pjesën e dytë ku do të filloj mes disa minuta, pra në transmetimin të cilën do të ketë gjykata speciale, ku kanë filluar pa pyetjet e trupit gjykues, qoftë për mbrojtësit, qoftë edhe për zyrën e prokurorit të specializuar, pasi që në këto momente janë gjyqtarë të cilët do të parashtrojnë pyetje për palët në këtë procedurë dhe më pas do të jetë një kohë e caktuar edhe për mbrojtjen e viktimave që të ketë parashtrimet e tyre dhe thash të martën do të ketë pushim, pasi që është dita pavarësisë së Kosovës, edhe si rrallë herë, po edhe ky institucion i gjykatë i Republikës së Kosovës po e respekton festat zyrtare të Kosovës dhe më pas do të rikthehen sërish në gjykatore të mërkurën. Kujtojmë që gjatë së martës do të vijë këtu edhe zëvendësku ministri i Kosovës Glau Konjuca, apo kryediplomati tani më i emëruar i kësaj qeverie, ku pas Mynijët, po pas pjesëmarrjes që do të ketë në konferencën e Mynijët, do të jetë prezent këtu në Hag për të mbështetur për 4 në UÇK-s, ku edhe gjatë së mërkurës do të marrë pjesë personalisht në seancë për ta shikuar nga pjesa ku është e dedikuar për publikun. Këto janë informacione që mund të ndajmë për momentin për gjithë shikuesit e televizionit të shtatë, ndërsa ju kujtoj që me mua dhe kameramanin Rad Blaca do të jenë sërish në edicione të tjera në televizionin të shtatë. Po. Faleminderit shumë shërimtar për gjithë këto informacione, për këtë përmbledhje që bëre për atë se çfarë ka ndodhur në seancë, por edhe jashtë saj, pra gjithçka që po ndodh atje. Natyrisht të theksoj edhe shërimtari që do ketë edhe lidhje tjera direkte dhe informacione nga pjesa e dytë e seancës në edicionet në vazhdim. Përsa do ta vazhdojmë bisedën këtu në studio me zotrin Musa, nga gjithë ato që u dëgjuan edhe nga gazetari, por edhe ato që i keni pa vetë nga seanca, pra mbrojtja e Krasniqit i kundërshton të gjitha akuzat e prokurorisë dhe kërkon dëshmi shtesë, por edhe ka kërkuar dëshmitar tjerë që janë të lidhur drejt për drejt me rastin që të vinë edhe ndoshta dëshmojnë vetë. Spari gjatë këtij procesi gjyqësore kemi pa një proces të rrezikshëm dhe që do të jetë triumfues në favor të akuzuarve dhe të Kosovës. Sa i përket provave që përmenden 19.000 prova në këtë proces,
Ne I kemi parë, ato ma tepër kanë qenë shkresa se sa prova, dhe madje nuk mund të quhen edhe prova, deklaratat e dëshmitarëve që nuk kanë qenë as akular, nuk kanë dëgjuar as nga askush, por kanë qenë thjesht mendimet e tyre. Procesi gjyqësore nuk konsiderohet provë mendimi I dëshmitarit, provë konsiderohet nëse dëshmitari ka një njohuri, ka pa ngjarjen ose I ka thënë një person tjetër që duhet t'ia di emrin dhe mbiemrin ose ta njeh, parafersisht që ka qenë në vendin e ngjarjes. Kësi lloj dëshmitar që mund të konsiderohet dëshmia e tij si provë, ne nuk kemi pa, këto që kanë qenë publike, nuk kemi pa si prova. Sa I përket përpjekjeve për ta marrë rastin e Blerim Kuqit. Ndërkohë që përmendën edhe Fatmi Lima edhe Samir Shtaku. Kjo është me të vërtet skandaloze, sepse nuk mund përmendet si rast I krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit, një person që është gjallë dhe që nuk është thirrë si dëshmitar. Nuk ndodh në asnjë proces gjyqësor, nuk mund ndodh në një gjykatë që është e themeluar edhe ku janë të punësuar gjyqtarë dhe prokurorë evropian dhe amerikan, por nuk mund ndodh edhe në sisteme monise që të përmendet si viktim një person që nuk është ftu. Është kusht që nga fjala hyrëse në një proces gjyqësor që pala dëmtuar të jetë e ftuar në proces gjyqësor, madje kur hapet fjala fillestare në procese gjyqësore ku palët I paraqesin, është I pari prokurori që merr paraqet fjalën hyrëse, pastaj vijnë palët e dëmtuara. Ka informacione që kemi zotri Kuqi s'ka qenë fare, as nuk absolut është marrë në dëshmi, as në forma të tjera. As nuk është dëshmitar, por ju ka përlyer emrin dhe natyrisht është mirë që ai ka pas reagim të zoti Krasniqi. Qëndrojnë gjitha ato dëshmi që I dhënë nga ana e Rubinit, Hillit, Clarkut, për shkak se është e vërtet që zoti Jakub Krasniqi, por edhe të tjerë, edhe Hashimi, edhe Kadria, edhe Recepit, janë persona që kanë ndarë shpaqen. Nuk është e vështirë me dëshmu që këta persona kanë ndarë shpaqen, për shkak se edhe gjatë kohës luftës edhe kanë respektuar gjitha konventa ndërkombëtare, konventat e luftës, trajtimi I cili ka qenë konform konventave ndërkombëtare, edhe sa I përket ndalimit në zonën e Shajs. Nuk telefonat nuk janë vendime, telefonatat nuk janë vendime. Unë mund të them direkt që ata 8 ushtarë të arrestuar, të ndaluar, spari ka qenë një fitore jashtëzakonisht e madhe ushtrisë shqiptare të Kosovës, për shkak se kanë hyrë në territorin e kontrolluar nga ushtria shqiptare e Kosovës dhe trajtimi I tyre ka qenë bazë standardeve më të larta që parashin konventat e luftës dhe këta e kanë thonë kohë luftës. Zyrtarët e OSB-s, ata që kanë ndërmjetësuar për lirimin e tyre dhe ata kanë biseduar me komandant lokal. Pra, ka dëshmi, ka fakte që këto e kanë thënë ndërkombëtarët në atë kohë. Unë atë citate di sikur sa që janë këto. Kanë biseduar me komandant lokal, madje nuk kanë as me komandant batalionit, me komandantin e pikë, si kanë qenë ato, kanë bisedu zyrtarët e OSB-s, dhe kanë shprehur me njohjen e tyre për një trajtim kaq mirë dhe plotësisht harmoni me konventa ndërkombëtare. Kushtet që ka pasur ushtria shqiptare e Kosovës, trajtimi I tyre ka qenë I jashtëzakonshëm, madje ata janë shprehur në mjetet e informimit edhe të servisit, trajtimi ka qenë jashtëzakonisht I mirë. Dhe kjo të mirë tash si një rrethon, si një akuzë kundër një zyrtarit shtabit të përgjithshëm, respektive zëdhënësit, është skandaloze. Unë e thash fillim që është një proces, ka qenë një proces I rëndë. Ka qenë proces I rëndë sepse dëshmitarët kanë qenë të blerë. Procesi ka qenë I montuar. Dhe I rrezikshëm. Themi të blerë, nga ku thoni avokat se kanë qenë të blerë? Nga Serbia. E kemi pa në për televizion, nga Qanicë, në pjesë ndryshme të vendit e kemi pa që problem, po arrestohen së dhe kësaj dite njerëz që bashkëpunojnë me sigurimin shtetëror të Serbisë. Dhe kjo për ata është e rënon procesin. Është I rrezikshëm procesi për shkak se gjykata si e tillë është themelu për shkak kërkesës Serbisë edhe të Rusisë. Nëse gjyqtarët nuk janë të ndikuar politikisht, procesi nuk është I rëndë dhe nuk është I rrezikshëm, se prova të shpalasën, po shihen prova të prokurisë, s'ka pas prova prokuria, në momentin që prokurorët nuk kanë prova, shkojnë dhe kërkojnë, bojnë kërkesa abstrakte dhe skandaloze, siç ka qenë rasti me paraqit kërkesën për dënim. Kodi penal, Kodi I procedurës penale I Republikës Kosovës, janë të obliguar ata me zbatu, nuk jep të drejtën prokurorit me propozu dënim. I vetmi autoritet që merr
vendim për dënim ose për lirim është gjykata me kodin e procedurës penale të A Kosovës. qëndrojnë pakës të ndërkombëtare sepse javën e kaluar në fakt prokuroria pati një tentim për zbehur dhe për të minimizuar deklaratat e dëshmitarëve mbrojtës që ishin emra shumë të rëndësishëm. Dhe pyetja është që ndërkombëtarët a kanë qenë të informuar mirë se çfarë po ndodhte dhe çfarë po bënte UÇK-ja? Shikoni, jam i vëdijshëm për brengosjen e opinionit publik lidhur me deklaratat bombastike që jep organi akuzës në drejtim të tentimit të prokurisë për të dëmtuar provat, përkatësisht zhvlerësimin e provave, qoftë aty në personale apo materiale, por thash në fillim kam thënë çdo herë se duke qenë pjesë e fushës drejtësisë me kate 40 vite, besoj në drejtësi dhe besoj që trupi gjykues të gjitha provat do të administrohen dhe vlerësohen në mënyrë të paanshme dhe në mënyrë objektive në këtë drejtim. Tentimet e organit të akuzës që të zhvlerëson dëshmitë e zotit Rubin Clark Hill e të tjerëve në drejtimin e asaj se kinse nuk kanë qenë të informuar drejt për drejt mirë nga personat kësht të ushtrisë shërimtare të Kosovës, ku në rastin konkret të janë tentim për të mbrojtur të akt akuzën e tyre. Aja edhe fakti që ka kërkuar prokurori tashti dëshmi shtesë, prova shtesë, është çështje e kaluar, nëse hyet në atë pjesë në emi fjalën për mbyllëse të palëve në procedurë dhe kjo nuk mund të lejohet për prova shtesë. Nëse lejohet prova shtesë, atëherë do të arsyetohen pse ato prova nuk kanë paraqitur që 5 vite gjatë gjykimit kryesor. Në fakt, a mund të ndodhë që të ketë prova të tjera shtesë dëshmitar të tjera mund të zgjasë procesin? Mund propozojnë palët, por unë do më besues që trupi gjykues do të vlerëson a ka arsye më të tjera apo jo, sepse ne jemi në fjalën përfundimtare. Zakonisht për qëllimin më të mirë, për të vërtetuar gjendje faktike sa më objektive, për me pas një gjykim sa më të drejtë dhe sa më objektiv, mund të pyeten palët nëse kanë edhe diçka për të shtuar ose kanë diçka që në një mënyrë apo tjetër kanë pas pengesa të paraqisin një prova në diçka tjetër. Mirë po, nuk besoj që kjo do të ndodhë, nëse ndodh atëherë do të jep mundësia edhe palës tjetër të dy palëve në mënyrë barabartë të paraqisin një prova. Kështu që nuk më shqetëson fort deklarimet e organit të akuzës, sa më shqetëson e mbrojtja të jetë sa më efektive që nuk dëshojnë në drejtim dhe ballafaqimi me provat edhe kundër provat të jetë sa më i mirë në favor të mbrojtjes. Po jo tha që mbrojtja ka qenë efektive apo jo, i ka sfiduar. Unë e thash pjesën e parë ka sfiduar. Pjesën e mbrëmshme tash kur prokuroria është deklaruar në fjalën përmbyllëse, kryeprokuroria dhomës specializuar se kinse krejat të gjykës nuk përgjigjen si ndërmarrje kriminale, por përgjigjen për veprimin e tyre individuale, është një pjesë tjetër që na nuk kemi mujt me përcjell çdo herë sepse kemi pasur dëshmitar të kodum. Prandaj kur kemi kësi situata, atëherë mbrojtja është ajo e cila do t'i sfidon të gjitha të gjitha ato prova, të cilat i ka pretenduar prokuroria. Fakti që pretendojnë se me provat e tjera do të gjejnë diçka inkriminuese, për mua nuk do të jetë e bindshme dhe nuk do të jetë reale dhe nuk do të jetë e përshtatshme juridikisht, nga se marrja e shembujve, sikur rasti i zotit Krasniqi, që ka kushtimisht ka prezantuar gjatë momentit të lirimit të ish ushtarëve serb atëherë të zonën rob nga UÇK-ja, nuk nënkupton se zoti Krasniqi ka marrë vendime aty për atë dhe zoti Krasniqi ka vendosur për atë çështje. Për këtë çështje kanë vendosur komandantët lokal zonave në ato zona ku kanë qenë të ndaluar ushtarët jugosllav. Dhe dikush duhet të jetë nga pjesa civile eventualisht në kuptimin e asaj që të komunikon me komandant dhe të ndërmjetëson për me zbatu procedurën e lirimit ashtu që shka ndodhë. Kjo është e kuptueshme, sepse nuk ka pas fuqi komanduese. Këto prova nuk janë prova që të shkojnë në forcim të akt akuzës për të shpallë fajtor. Këto janë paragjykuese. Kjo nuk mundet të kemi dy lloj provash. Përveç provave materiale dhe personale në parë mision, kemi na provat që i quhen sipas shkencës juridike provat e drejtë për drejta dhe provat e përjardhura. Në këtë drejtim, provat e përjardhura do të mbështeten nga personat që anatemohen ose përmenden aty. Në rastin konkret, do të ishte desh të dëgjohet edhe zoti Kuqi si dëshmitar në thojza si dëmtum eventualisht gjatë procesit gjyqësor, edhe të gjithë personat tjerë për cilat prokuroria i apostrofon në kesin si personat të dëmtuar. Prandaj, ky proces është i tejkaluar në këtë fazë, po prokuroria mundohet me gjithçka ata mendojnë
për ta vërtetuar tezën akta akuzës tyre që për mendimin tim deri tani kanë dështuar gjithçka. Sepse e tha edhe kolegu Musa edhe ka qenë edhe bombastike. Të përmendet të shqiptohen nga 45 vite burgim, apo ndoshta edhe përkthimi është jo objektiv sepse dikush thotë që ka përmendur 45 vite në tërësi, ku ta diun gjithçka, po nuk mund të ta bëjë secilët të jepin nga 45 vite burgim. Për pa u kristalizuar për secilën veprim veçveç. Mirë, po kjo ka marrë një hon, nuk e di si, për mendimin tim kjo mund të jetë e keq kuptuar, ndoshta nga opinioni, nga se përkthimi mund të jetë jo objektiv, megjithatë mbetet që trupi gjykues ta vlerëson atë çështje. Po ju si e keni kuptuar me që thatë këtë? Përkthimi si përkthim ka qenë të jepet 45 vite burgim. Të jepet 45 vite burgim. Nuk e ka thënë për secilën mënyrë shprehimore veç. S'po këtu nga përkthimi se kom kuptuar kësaj. Prandaj do të mbetet më të tjetër trupi gjykues ta vlerëson, sepse ti thuhet edhe në praktik asnjë akt juridik, e tha edhe kolegu Musa, në kodin e procedurisë penale, nuk është praktik edhe nuk është pozicioni i prokurorit që mund të kërkon sa vite burg të dënohet personi. Prokurori zakonisht ngel pranë atë akuzës atë dënohet pa me ligjin. Sa do ta vlerëson gjykata. Avokat, kemi edhe një deklaratë. Nuk nis nga parimi i dënimit, falë edhe çdo. Nuk nis nga parimi i dënimit. Unë nis nga parimi që të ketë atë që kemi liruar. Nuk e shoh relevancë të vlerësojmë dhe të diskutojmë a të dënuar kaq apo të dënuar kaq. Sepse nëse lëshohemi këtë pjesë, atëherë ne në thojë apo pajtohemi se do të ketë një akt fajsos. Larg asaj. Kemi një deklaratë nga Haga atje ku kryetari i OVL-s Nikucati ka folur, ku mes tjerash ka thënë që kjo gjykatë nuk do të arrijë ta njollos luftën e UÇK-s. E dëgjojmë bashkë tek temi për bisedën në studio tutje. Gjyqa po këtë gjykatë speciale, dhomat e speciume të zusë, është të panevojshme edhe ky gjykim që duke vazhduar me fabrikimin e dosjeve apo falsifikimin e dosjeve tyne me njerëz pagun, me njerëz të infiltrum, për ndryshe që më të thëmë, të cilët bashkëpunuar me Serbinë dhe tash erdhën dhe dëshmuan këtu, duke munduar të anjullosin luftën e ushtrisë të Kosovës, të cilët nuk besoj që do të mund të arrijnë qëllimin, për arsye se lufta ka qenë e shejt, lufta ka qenë e popullit, populli ka mbështetur luftën dhe ne kemi luftuar për ta qiruar vendin tonë një herë për gjithmonë nga ardhit çetnike paramilitare serbe. Ju vetë keni pa edhe prokuroria kur thotë se zoti Thaçi në vitin 1999 i ka mashtruar ndërkombëtarët. Që kjo është një çesharake, do të thotë që s'kam bazë për këtë akuzë, s'kam bazë për ngritje të këtë akuzë, munduan tash të gjojnë një formë që zoti Thaçi i bashka mashtruar ndërkombëtarët në atë kohë në moshën 29 vjeçare. Unë mendoj se mbrojtja ka qenë shumë e fuqishme, shumë e drejtë. Çdo zog nalja ka vrarë. Kur thom zog çdo këtë akuzë tyne mbrojtja e ka hedh poshtë, duke treguar realitet me argumente të forta, me njerëz me dëshmitar ndërkombëtar ne që i patëm në mbrojtje Brashim Thaçin dhe të tjerët, kështu që besoj se mbrojtja do të hedhë gjitha këto akuzat poshtë dhe ka hedh poshtë dhe ne shpresojmë se në maj ta festojmë lirimin e tyre. Faleminderit ju, respekt. Po, dëgjuam kështu deklarimin e zotit Gucati, pak a shumë ne diskutuam edhe që u tha për ndërkombëtarët, sidomos te pjesa e ish-presidentit Hashim Thaçi që u tha se në atë kohë, në atë vit ai tentoi që ti mashtroi ata. Të ndalim edhe një herë edhe tek çështja që këta persona, të cilët ishin në gjykatën speciale, tani po detyrohen të shkojnë prapë që ti mbështesin nga afër krerët tjerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po, në fakt, është obligim kombëtari secilët prej nesh si qytetarë të Kosovës që të mbështesim për shkak se akuzat që mbojnë të fabrikuara dhe tash u dëshmu me paraqitjen e prova që i pat prokurori, ma nuk e di asnjë shqiptar që ka dyshime dhe dilema që këto akuza nuk qëndrojnë sepse ne kemi jetu këtu edhe gjatë kohës luftës edhe pas luftës edhe dim angazhimin e secilit prej këtyre se cilat kanë qenë veprimet e tyre. Gjatë periudhës së luftës shtabi i përgjithshëm e ka luajtur rolin e një ministrie të punëve të jashtme që ka sensibilizuar luftën e Kosovës për pavarësi dhe liri. Zëdhënësi i ushtrisë shqiptare të Kosovës që ka qenë në Bajgor apo në Bare, ka qenë për shkak se është dashur edhe dikur nga UÇK-ja të jap një lajm që u bën shkëmbim me një marrëveshje ndërkombëtare mes UÇK-s dhe ushtrisë serbe, sepse ai ka qenë momenti më i rëndësishëm i njojës së ushtrisë UÇK-s nga ana e ushtrisë së Serbisë. Edhe kjo nuk është krim lufte, kjo duhet merret si rrethon lehtësuese dhe si provë në favor të akuzuarve.
nuk janë ranë, nuk janë maltretu, nuk janë vra. Po të ishin zonë 8 ushtarë të ushtrisë shqiptare nga ushtria e Serbisë, këtë kishin me qenë të masakruar. Se cili rëbë, po flasë për zonën e Shalës ma heret, që është në zonë nga ushtria e Serbisë, pas lufte janë marrë të masakruar ose janë të zhdukur. Dhe tash na me dëgju një prokuror, që thët, një prokurore që thët ose prokuror, e ka mashtru Hashim Thaçi udhëhesit e Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO-s, edhe këta, pa hetu fare, të i marë hazër, të i marë gati jetimet prej Serbijit, propagandë Serbis, të RTS-it, Miloševićit, të Aleksandar Vučićit, o nonsensa është fyrje për secilin njërez dhe qytetar të Republikës Kosovës, që ndëgjojmë, ka thot 25 vjeçar, e ka mashtru qeverinë e Amerikës, NATO, Bashkimin Evropian, grupin e kontaktit, ndërka që ta prokuror që s'kan dalë prej zyreve fare, e pas kanë hetu situatën ma mirë. Kjo është ka qenë një proces i montuar, një proces shumë i montuar politikisht, përmes dikmartit, përmes Rusisë, përmes Serbisë. Aja që ka shmirë, ka ndryshu gjendja politike në botë dhe në Evropë, o parë Putini çfarë veprime shmori në Ukrainë, po shihet Serbia që raportet më të mira i ka me Kinën edhe me Rusinë, ndërka që Bashkimin Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm për shkak të frikës nga ato nuk i prish raportet, dhe tash është veç një dilemë. Këtë rrëbgjikues dhe këtë gjëkat është me Rusinë, është me vlerat e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për cilat vlera kanë besu këta, besojmë ne si popull që këta na kam përfasu, dhe është e rëndësishme që proceset përfundoj me një gjykim drejt. Se nëse kemi gjykim drejt, këtu nuk diskutohet lirimi. Nuk kanë asnjë provë individuale, nuk kanë asnjë provë si ndërmarrje e përbashkë kriminale. Ndërmarrje e përbashkë kriminale këta për e quajnë krejt ushtrinë shqiptare të Kosovës. Nuk dija keni vrejt kur e ka paraqit fjalën përfundimtare prokuroria Terasi i Thaçit. Aja thëtë shtabi i përgjithshëm. Nuk janë shtabi i përgjithshëm ndërmarrje kriminale. Këta gjykohen për veprime individuale. Nuk din me bë dallimin mes shtabit të përgjithshëm dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës. Se fillimisht këtë akuza ka qenë ndërmarrje përbashkë kriminale që ka përfshi prej shtabit përgjithshëm deri te pika e fundit e UÇK-s. Avokat, do se jeni shumë të qartë, në ato që po dhoni përgjithësi një pyetje që dua një përgjigje direkte sepse kam bërë vazhdimisht gjatë këtyre ditëve me të ftuarit që kemi diskutuar atë që po ndodh në Hag. Pra, nga gjitha këto që i keni dëgjuar, sepse jemi edhe në fund të kësaj pjese, procesi është në favor të katërshës së UÇK-s për lirimin e tyre, avokat? Edhe në këtë fazë përmbyllëse, ne e quajmë fjalë përmbydhëtare ligjërisht, quajmë përmbyllëse përmbydhëtare njëjtë është thoya. Deklarimet e palëve të mbrojtjes, sidomos mbrojtjes, unë kam vlerësuar dhe kam pa që janë shumë të favorshme nga lirimi nga këtë akuza. E thash edhe në fillim edhe tash po e them, nuk më brëngos fare nëse prokuroria ka thonë në deklarimet e tyre përmbyllëse se kinë se zoti Thaçi me të tjerë dhe pas kanë mashtruar zotin Rubin Klak e tjerë. Kjo shkon në disfavor të akuzës e në favor të mbrojtjes. Për mendimin tim, sepse një prokurori të thotë kësa deklarata për personat dëshmitar kyç që kanë qenë në teren, është eklatante, është shumë e pakuptim, është tejet abstrakte edhe tejet e dëmshme për akuzën e favorshme për mbrojtjen. Si mund të thuhet për shembull kanë mashtruar në zotin Hill Bjefjala, zoti Thaçi të tjerë, kur zoti Hill ton kohën ka qenë si përfaqësues i misionit të OSBE-s në teren, edhe ai ka pa kush ka vepruar, kush ka kryer krime, çfarë krime krye, kush ka kryer krime. Jemi të vetëdijshëm, ne sidomos që kemi qenë në ton kohën gjatë kohës luftës në teren. Forcat serbe kanë kryer krime, askush tjetër s'ka kryer krime. Serbia përmes agjenturave të ndryshme është përpiqet që çdo herë bën iskenime të vrasjes, sikur rasti Panda për shembull pe, e tani skanon se këta e adreson OÇK-s. Sot e kemi pasur deklaratat e zotit Drashković e zonës Kandiq se edhe ata kanë qenë pjesë e sulmeve të mundshme të sigurimit shtetëror serb të vritën e të adresohen OÇK-s në drejtim.
Pra, është mirë deri tani procesi, jemi në favor, apo jo, avokat, se edhe ju e thatë pak më herët, që ta përfundojmë në tërësi, sepse e di që ka shumë, por do të flasim edhe për protestën. Unë e besoj që jemi në favor, duke pas parasysh se tashmo ka akuzë dhe zoti Smith për blerje të dëshmitarëve kundër Trumpit, atëherë i njëjti prokuror pse nuk ka blerë dëshmitar kundër Hashim Thaqit. Dhe këto gjitha do të merren parasysh dhe pres që procesi të përfundojë me lirimin e 4 të akuzuarve, plotësisht, pas një dënim sa do i vogël qoftë, dhe gjithashtu presë nesër të jenë në shesh gjithë shqiptarët që dojnë këtë vene. Patjetër, për këtë protestë pas pak kemi me fol me një prej organizatorëve. Faleminderit që erdhët në studio. Faleminderit shumë. Merci gjithashtu. Faleminderit. Ndoshta këtë pjesë ta përmbyllim edhe me deklaratën e mbrojtjes së Krasniqit që tha që ka pa një zillëk te ky person dhe e din se ky person e ka dashur paqen, të njëjtën po e thojnë edhe për të gjithë të tjerët, ndërkohë që ka edhe mërgjimtarë që po mundohen që ta ndihmojnë këtë proces me që është në fund dhe një rezolutë e Parlamentit të Zvicrës e nënshkruar nga 30 deputet të këtij parlamenti u dorëzua në gjykatën speciale me cilën kërkohet drejtësi për ish-krerët e UÇK-s. Ishte zotri Sali Bislimi, mërgjimtari i cili e ka bërë këtë, kështu që do të ndjekim bashkë deklaratën e tij dhënë sot. Rezoluta do dorëzohet sot në gjykatë dhe besoj që çdo send do të jetë në rregull, është një thirrje edhe nga parlamentarët zvicran në emër të organizatës jo qeveritare zëri perëndimore i Kosovës, që kemi kërkuar një proces të drejtë, të paanshëm dhe të barabartë. Që në realitet kjo gjykatë asnjëherë nga këtu nuk i ka pasur. Edhe jemi këtu edhe për më protestue se është shumë e vështirë një prokurori e tillë të bën një skandal duke kërkuar 45 vjet burgim. Domethënë kjo është edhe një ofendim për drejtësinë ndërkombëtare, për vetë Hagën, për vetë këtë gjykatë. Do thotë ne nuk mund të jemi pazon. Edhe jemi këtu për me dëshmu veten, kontributin tonë, historinë tonë, e cila nuk gëzon mas një çmim të njolluset. Dhe kështu që me një mirëkuptim shumë të mirë me zonjën Grep, do ta dorëzojmë pas 5 minutave, uroj që të më japin edhe dokumentin e dorëzimit dhe që qojmë tani më të tjesë se çfarë do të më bëjmë. Po liria po vjen. Presidentin Kosovë.